Për sot do bëjmë një byrek me kungull pa petë. Përbërësit janë kunguj, vezë, sot buke, vaj, krip, djath kaçkavall, miell, majdanos. Tani vazhdojmë të qojmë kungujt. Kemi marrë 5 kunguj mesatar. Në këtë mënyrë vazhdojmë me të gjithë kungujt. I kemi qëruar të gjithë kungujt, tani i grim në rende nga një. Në këtë mënyrë vazhdojmë me të gjithë kungujt. E kemi grirë gjithë kungullin, i hedhim pak piper të zi, i hedhim edhe pak krip, dhe i ngjeshim me duar që kungujt të lëshojë langun e vetë. Tani si kemi shtyur për komplet kungullin, e hedhim në një enë, kemi vënë dhe një kullorse, që të kulloj komplet langu. E li për në i gjysmore, vazhdojmë grim qepët e njoma. I grimimët. I kalojmë në një pjatë, edhe kokat e bara të qepëve i presim nga njerë në mes dhe i grim njësoj si bishtat. Kemi përfunduar se griri komplet qepët. Vazhdojmë grime dhe majdanozin, të
cilin e kemi larë dhe pastruar më përpara. E grim dhe në krahun e kundërt. Dhe kalojmë në një pjatë. Tani grim edhe në jazmën, ose mendrësën, diozmën, në basë të zonave ka emërtim të ndryshëm. I kemi grirë gjithë përbërësit. Fillojmë përgatisim gjellën e byrekut. E kemi lënë kungullin të kollojë për një pjesëmore. Edhim në të edhe qepë të njoma. Edhim edhe majdanozin. Edhim edhe në jazmën, ose djozmën. Bluajmë edhe pak piper kuzhi. Edhim edhe pak krip. Dhe i bashkojmë së bashku. Në njenë, thyejmë 3 kokra vezë. I rapim. Dhe edhim një mas me vaj gjelle. I përzim së bashku. Dhe masën e edhim ke kungulli me qepë të njoma dhe me erzat. E përzim së bashku. Edhim edhe një fëlxhan me djathë të bardhë të thermuar. Edhim dhe një mas djati kaçkavall të grirë dhe i përzim së bashku. Marrim edhe 2 masa miell, i edhim edhe një maj sot buke, i përzim së bashku. Dhe komplet mielin e edhim te kungulli duke e përzierë vazhdimisht.
edhe në pjesën tjetër të miellit. Dhe komplet masën tani e shtrojmë në tavë. Tani kemi marrë një tavë qelçi. E lyejmë anë mban me vaj. Edhe në të masën që përgatisëm më përpara. E sheshojmë në gjithë tavën në mënyrë të njëtrajtshme. I hedhim përsipër edhe pak vaj. Dhe fusim byrekun në furrë në temperaturën 325 gradë për rreth 45-50 minuta. Ja dhe byreku shpjekur, e kemi nxjerrë nga furra, e lëmë të ftohet dhe servirim në pjatancë. E kemi serviru në pjatancë byrekun ton me kungull, me qep të njoma dhe me erza. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëf të mirë.